Partia Demokratike e Vlorës për zgjedhjet e 9 nëntorit, dekreti palishëm, por do të marrin pjesë. Presidenti i Republikës ka dekretuar mbajtjen e zgjedhjeve të peshme me 9 nëntor në 6 bashki të vendit, mes të cilave dhe Vlora. Ky qendrim ka ngjallur reagime të forta në radhë të opozitës. Kryetari i Degës së Partisë Demokratike në Vlorë, Hysni Shara, në intervistë për Blu Televizion, e cilësoi dekretimin si të jashtëligjshëm dhe antikushtetues, duke i referuar edhe situatës së ngjashme në Bashkinë e Tiranës. Megjithatë, Shara u shpreh se Partia Demokratike është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhjet e 9 nëntorit, pavarësisht se koha e deri në votime shumë e shkurtër. Ai theksoi se partia po punon për të prezantuar një kandidat alternativ për qytetin e Vlorës, një figurë ndryshe nga ajo e mazhorancës. Nëse flasim për dekretin vetvete, ne jemi të bindur që ai është i paligjshëm dhe antikushtetues, sepse kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka depozituar një kërkesë në gjykatën kushtetuese dhe me ligj dhe me kushtetut, vendimi i Këshillit të Ministrave që shpall zgjedhjet e reja në këto 6 bashki është nul dhe i pavlefshëm derisa të gjykohet nga gjykata kushtetuese. Për sa i përket pjesës që në datën 9 nëntor do të shkohet në zgjedhje apo jo, këtë nuk mund ta them unë, por ne do përgatitemi edhe për eventualitetin e zgjedhjeve të datës 9 nëntor. Kështu që për sa na përket ne si Parti Demokratike apo si Partia Demokratike e Shqipërisë, do të jemi të përgatitur për çdo situatë. Koha e shkurtër është vërtet, sepse jemi në një situatë të pazakontë. Një muaj apo dhe më pak janë shumë pak ditë për të shprehur dhe shpalosur programin tonë. Megjithatë, në ndryshim nga Partia Socialiste, ne do të kemi një kandidat i cili do të jetë vërtet një kryetar bashkie dhe jo një kukull apo marionet si këta që Rama i përdor. Ne kemi pasur dhe do kemi programin për kandidatin dhe për drejtimin e Bashkisë së Vlorës, natyrisht të azhonuar me zhvillimet e reja të kohës. Kështu që nëse ajo koha e shkurtër do të jetë e pamjaftueshme, ne do të bëjmë të pamundurin për të përcjellë mesazhin tonë në çdo shtëpi, në çdo qytetar, në çdo banor të Vlorës, në çdo familje të saj. Edhe pse e konsiderojmë situatën paradoksale, ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Dega Vlorë, Hysni Shara, alternativa tjetër do të ishte të mos merrnin pjesë në zgjedhje. Por jo, opozita do të marrë pjesë mbi të gjitha në zgjedhjet e parakohshme, të cilat janë gjithmonë dëshirë e çdo opozite. Kjo është paradoksale siç thoni ju, por çfarë të bëjmë? Në të kundërt, alternativa do të ishte të mos marrin pjesë në zgjedhje? Jo. Ne do të marrim pjesë gjithmonë në çdo zgjedhje dhe sidomos në zgjedhjet e parakohshme, të cilat janë dëshirë e çdo opozite. Çdo opozitë ndërron dhe dëshiron që të marrë pjesë në zgjedhjet parakohshme për të thënë qytetarëve që ja ku jemi përsëri, në qoftë se nuk u vlerësua oferta jonë herën e parë, si në zgjedhjet e para 2 viteve edhe në këto të para ca muajve, ja ku jemi përsëri, sepse ja ku e ka ta ndisur Vlorën, por edhe Tirana nuk është më keq, gjysma e Tiranës është pa furnizim me ujë, por ne në qytetin e Vlorës, në bashkinë e Vlorës, kemi 2 dështimet më të mëdha të Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut, që janë furnizimi me ujë dhe situata e trajtimit të mbetjeve. Ju e keni parë vetë, është e tepërt që unë të komentoj, por kjo qeveri ka filluar të bëjë dëme edhe personale me prishjet pa kriter që po bën ndërtimeve, si tendave, vendeve të ushtrimit të aktivitetit, kështu që këta do jenë faktor pa kënaqësie, të cilat do të shfrytëzohen nga ana e Partisë Demokratike edhe në këtë kohë të shkurtër që ju thoni. Ndërsa për sa i përket dekretit, tani kushtetuta e shkruan në zezë mbi të bardhë që ankimimi i një vendimi të Këshillit të Ministrave automatikisht e pezullon zbatimin e tij. Dhe kjo nuk është vendosur pa qëllim nga ana e ligjvënësit, sepse nuk do duhet që të prodhoheshin pasoja juridike. Po në qoftë se prodhohen pasoja juridike dhe personi pastaj e fiton të drejtën, çfarë ndodh? Pra, kjo është antikushtetuese që themi ne, jo se jemi këtu për t'i qarë hallin Erion Veliajt apo dikujt tjetër. Ne mendojmë që dhe Edi Rama bashkë me Belinda Ballukun duhet të jenë në qeli me Erion Veliaj, natyrisht në qeli të ndara, sepse edhe atje në qelit e Burgut mund të komplotojnë dhe të vjedhin. Shara shtoi se emri kandidat demokrat për Vlorën është tashmë në diskutim dhe shumë shpejt do të shpallet. Ai theksoi se Partia Demokratike do të ofrojë program të qartë për qytetin dhe një kryetar bashkie për të gjithë qytetarët, jo të emëruar nga lart, me staf të përcaktuar nga kryeministri apo kryetari i Partisë Socialiste. Unë nuk mund të them që të bëjmë diskutime në nivel lokal, por ka bisedime, po themi informale, dhe besoj që opozita do jetë unifikuar në këtë kandidaturë dhe kushdo që tjetë nga radhët e opozitës do jetë një kandidat i cili do jetë vërtet një kryetar bashkie dhe jo një shef sektori si e ka ta ndisur Rama
kryetarin e bashkisë, sepse ju e dini që nën kryetarëve të bashkive UAEG dhe UAV Rama, drejtorët e drejtorive UAEG dhe UAV Rama, kështu që kryetarët e bashkisë që kanë marrë votën e popullit edhe ata, janë katandisur në shefa sektori. Ne duam ta kemi vërtet një kryetar bashkie, personin që do të konkurroj dhe do të fitoj këto zgjedhje. Ky është një mit i ngritur nga vetë të majtët, sepse Partia Demokratike ka treguar që në disa zgjedhje ka fituar në Vlorë, si në nivel lokal, ashtu edhe në nivel qendror, pra flasim për zgjedhjet legjislative për Kuvendin e Shqipërisë. Ka një, le të themi, një traditë të majtë, por hallet e qytetarëve, problemet, shqetësimet që ata kanë dhe sidomos në zgjedhje vendore mbizotrojnë mbi bindjen politike. Ka një emër Partia Demokratike? Për momentin jo, kjo është punë e strukturave dhe forumeve drejtuese, por meqense afatet janë të tilla, së shpejti do ta kemi emrin. Zgjedhjet e pjesëme do zhvillohen në 6 bashki në datën 9 nëntor, mes të cilave edhe Vlora, ndërkohë që pritet që tashmë edhe opozita, por edhe mazhoranca të shpallin emrat e kandidatëve për zgjedhjet e pjesëme në Bashkinë e Vlorës.